Në një konferencë për mediat, nënkryetaria e Partisë Lirisë dhe Drejtësisë, Marinika Tepic, tha se presidenti Vučić dhe vllajti Andrej Vučić janë drejtues të një narkokarteli shtetëror që sipas saj kontribon dhe kontrollon gjithë Serbinë, raporton Nova. Ajo deklaroi se dokumentet zyrtare të policisë dhe prokurisë franceze, të cilat përmbajnë prova të bashkëpunimit tyre me krimin organizuar, janë dorëzuar në prokurorinë e krimit organizuar në Serbi prej 4 vitesh, por nuk është ndërmarrë asnjë veprim ligjor ndaj tyre. Sipas Tepic, këto dokumente përfshin mirafaqe me dëshmi, fotografi, regjistrime audio dhe komunikime të koduara përmes aplikacionit Sky, që tregojnë lidhjet mes vëllezërve Vučić dhe Filip Korac, një trafikant droge i dënuar në Francë. Ajo theksoi se në 2022 policia franceze në Tahir konfiskoi 423 kg kokainë në pako që mbanin portretin Aleksandar Vučić, një praktikë e zakonshme në tregtinë e drogës për të identifikuar pronësinë e ngarkesës. Tepic gjithashtu akuzoi ish sekretaren shtetërore të Ministrisë së Brendshme Diana Herklovic dhe sekretarin e përgjithshëm të qeverisë për përfshirje në këto aktivitete kriminale. Ajo kërkoi që këta zyrtarë së bashku me prokuror që kanë mbajtur të fshehur këto dokumente të hetohen dhe të përgjigjen për veprimet e tyre. Për të rritur transparencën, Tepic njoftoi se do të publikojë çdo ditë dokumente dhe dëshmi të reja në rrjetet sociale, duke filluar nga dita e sotme. Ajo shpreson se kjo do të nxjisë reagimin e institucioneve dhe do të informojë qytetarët për përmasat e korrupsionit dhe bashkëpunimit të mundshëm të shtetit me krimin e organizuar.